Një qytetar ka denoncuar për redaksin ton një rast të shpërdorimit të fondeve publike në njësinë administrative Fushçi-Dhen Dibër. Sipas tij, një rrugë e sapo asfaltuar nga Bashkia Dibër me një fond prej 128 milion lekësh PATVSH, po ndërtohet pas një standard dhe është shumë larg projektit të parashikuar. Në mesazhin e tij, qytetari shprehet i revoltuar për cilësinë e punimeve dhe për mënyrën se si fondet publike po shpërdoren. Ai shkruan: "Përshëndetje, kjo rruga këtu ndodhet në njësinë administrative Fushçi-Dhen Dibër, e sapo asfaltuar nga Bashkia Dibër, mirë po këtu po vidhet në maksimum. Unë që po ju shkruaj jam një banor i kësaj zone dhe po shoh që këtu po punohet pas një kualitet me një fond për 128 milion lekësh PATVSH, për vetëm 720 metra rrugë, ku nuk mund të ndërrohen 2 makina. Ajo që është edhe më e rëndësishme është se kjo rrugë është rrugë nacionale që lidh 3 njësi administrative. Në projekt kjo rrugë është me trotuar, ndriçime të tjerë, por këtu mungon edhe vizimi i saj." Pamjet e dërguara nga qytetari tregojnë qartë gjendjen e rrugës, e cila, pavarësisht se është e sapo asfaltuar, ka një gjerësi të papërshtatshme për një rrugë nacionale dhe mungesë të elementeve bazë të sigurisë, si trotuare, ndriçim dhe sinjalistik. Ky rast ngre edhe një herë pikpyetje të mëdha mbi mënyrën se si shpenzohen fondet publike në infrastrukturë dhe mbi mungesën e kontrollit nga Bashkia Dibër. Banorët e zonës kërkojnë që çështja të ndiqet nga autoritetet për të garantuar që rruga të përfundojë sipas standardeve të premtuara në projekt.